Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Koalicioni udhëhequr nga VMRO DPMNE sipas të rezultateve në të dy raundet e zgjedhjeve lokale do të ketë kryetar komunash në Shkup dhe në 54 komuna të tjera. E dyta për nga numri i komunave të fituar është koalicioni Vlen me 9 kryetar komunash. Koalicioni LSDM-s do drejtojë 6 komuna. Koalicioni AKI-s 4, ndërsa Lëvizja Znam dhe Unioni Romve do të kenë nga një kryetar komunash secila. Një komunë do të vdiqet nga një kandidat i pavarur. Në zgjedhjet lokale 2025 morën pjesë gjithsej 22 parti politike, 19 koalicione dhe 119 grupe qytetarësh, përkatësisht kandidaturat pavarura. Në 4 komuna në Republikën e Maqedonisë së Veriut, në Gostivar, Vrapçisht, Centar Zhup dhe Mavrov, Rustush, nuk u zhvillua votimi gjatë ditës së djeshme. Shkaku bë pjesëmarrja e pamjaftueshme votuesve në raundin e parë. Në këto komuna do zhvillohet një proces i ri zgjedhor brenda 60 ditëve nga shpallja e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve lokale 2025. Koalicioni Vlen pretendon për dështim në zgjedhjet e koalicionit opozitar BDI. Të dy raundet e këtyre zgjedhjeve dëshmuan se Bashkimi Demokratik për Integrim është fshirë nga harta politike e Maqedonisë së Veriut, deklaroi nga Vlen. Lëkumtesën e shpërndarë për media thuhet se pas 2 dekadash manipulime, kjo parti është ndruar në një strukturë minore, pa mbështetje dhe pa legjitimitet politik. Deri në këto momente mund të konfirmoj fitoren Bintse në Tetov me mbi 5.000 vota dallim. Bintse në komunën e Bogovinës me mbi 1.400 vota dallim. Bintse në Dibër, Bintse në Struk, fitoren Bintse në Dollnen me 1.300 vota dallim. Këto fitore nuk janë rastësi, janë refuzimi i hapur i politikës së vjetër dhe konfirmimi besimit tek politika e re, thon nga Vlen. Sipas saj, kjo votë tregon fundin e një epoke dhe fillimin e një vizioni të ri për politikën shqiptare. 3 deputet në Republikën e Maqedonisë së Veriut janë gati për të hequr dorë nga mandati pas përfundimit të raundit të dytë të zgjedhjeve vendore. Në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut janë paraqitur njoftime për ndërprerjen e mandateve të Micevskit, Trajkovskës dhe Prodanovskit nga funksioni deputetit. Këto njoftime vijnë pas zgjedhjes së 3 deputetëve të VMRO DPMNE si kryetar komunash në Sopisht, Kiselvo dhe Prilep. Bota. Presidenti Amerikan Donald Trump ka bërë të ditur se për momentin nuk po shqyrton një marrëveshje që do të lejonte Ukrainës të siguronte raketa me rrezet e gjatë veprimi të tipit Tomahawk për t'i përdorur kundër forcave ruse. Presidenti SBA-s u pyet nga një gazetar në bordin e Air Force One nëse po e shqyrtonte mundësinë e furnizimit të Kievit me raketat me rrezet e gjatë veprimi që Zelenski ka kërkuar. Në një deklaratë për gazetarat në Washington, Trump tha se nuk dëshiron të përshkallëzojë luftën dhe se çdo vendim për këtë çështje do të merret me kujdes. Nuk po e shqyrtojmë për momentin këtë opsion, por ndoshta në të ardhmen mund të ndryshojmë qëndrim, tha Trump. Këto raketa ka rreze veprimi deri në 2500 km, mjaftueshëm për të goditur objektiva brenda territorit rus, përfshirë dhe Moskën. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte tha se çështja e raketave Tomahawk mbetet në shqyrtim. Kjo është një çështje që duhet të vendoset nga Shtetet e Bashkuara. NATO po e ndjek me kujdes këtë zhvillim, tha Mark Rutte. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski ka përsëritur kërkesën që vendi i tij të pajiset me armë të avancuara për të përballur me ofensivën ruse. Nga ana tjetër, Kremlini ka paralajmëruar se çdo furnizim i Ukrainës me raketa Tomahawk do të përbënte, siç e kanë quajtur, një nivel të ri të përshkallëzimit. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.